Të dashur shqiptar, sot kam ditëlindjen dhe dua që të ndaj me ju origjinën e fjalës Kodrion. Është emri i dy qyteteve ilire, njëri pranë Shkodrës, tjetri pranë malit të Tomorit. Qyteti pranë malit të Tomorit është regjistruar në shekullin e 4 para erës sonë. Emri i qytetit Kodrion gjendet në veprën e Tit Livit dhe ishte një nga fortesat e Perseut, Maqedon. Ai e kishte pushtuar Ilirin në mënyrë që të mbrohej nga ushtria romake që po avanconte nga Iliria për në Maqedoni. Monedhat e gjetura në Kodrion janë në greqisht dhe janë të fshehura në bodrumet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe akademikët shqiptar nuk duan t'ua tregojnë shqiptarëve origjinën e ilirishtes. Kodrion është emër i gjinisë asnjanse në ilirisht. I vetmi ndryshim midis ilirishtes dhe greqishtes së antikës është ilirët nuk përdornin format e trajtës së shquar. Teksti i parë ilir është gjetur në jug të Francës nga unë, në një pllak në Marseille, kolonia Massalia, ku bëhet fjalë për lemben ilire që vjen nga thirrori i helenishtes, lembe, ndërkohë që emri në mashkullor është lembos, dhe në greqisht kjo është ho lembos. Forma e trajtës së shquar ho mungon në të gjitha tekstet ilire, dhe në përgjithësi të gjitha fjalët e helenishtes në ilirisht nuk e kanë formën e trajtës së shquar, është hequr. Edhe për emrat mashkullor, edhe për emrat femror, edhe për asnjansin. Pra, emri lembos gjendet pa pjesën e trajtës së shquar ho në veprën e Homerit, Iliada dhe Odisea. Këto janë lembet ilire sipas Homerit, dhe është pa trajtën e shquar ho. Dhe këto gjenden nga unë në pllakat e ilirëve në Massalia, Marseja e sotme. Edhe atje është në rasën kallëzore ky emër, do ta kërkoni këtë film, dhe atje mungojnë format e trajtës së shquar. Grekët e quajnë gjuhën e Homerit gjuhë artificiale, sepse nuk flitet në asnjë rajon të Helladës. Është gjetur vetëm në poemat e Homerit, Iliada dhe Odisea. Kjo gjuhë është gjuha e ilirëve, të Ilionit, dhe ilirëve në gadishullin ilirik. Në të gjitha trevat ilire, emrat dalin pa trajtën e shquar. Ky është zbulimi më i dhimbshëm, por dhe më madhështor që kam bërë në jetën time. Edhe fjala Kodrion vjen nga helenishtja, por në helenisht është to Kodrion, emër asnjanës, dhe në ilirisht është Kodrion. Themeluesi i Athinës në vitet 1100 para erës sonë quhet Kodrus. Në gjuhën e Athinës emri i tij është Ho Kodrus. Në gjuhën ilire është Kodrus, banori i Kodrës, me origjinë nga mali i Tomorit. Mali të Tomorit i thon Kodrion gjithashtu. Edhe Malea në Greqi i thon malit. Dhe Kodrus gjithashtu i thon një mali të vogël. Një kodre. Vjen nga latinishtja quadrum. Quadrum do thot gurore. Vjen nga fjala 4 e latinishtes, ose i katërti, quadrum. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, prandaj e kam shkruar në ball fjalën Kodrion, është në ilirisht. Ilirët flisnin një dialekt helen që quhet dialekti epik. Quhet epik sepse është gjetur vetëm në eposin e Homerëve, që quheshin pengje në greqisht, është sharje. Homeroi quhen pengjet.
Homeros është pengu i luftës. Nuk është emër shkrimtari. Ishin rapsod, Homerët, që flisnin në ilirisht. Grekët e quajnë gjuhë artificiale sepse se kuptojnë se si mund të përdoret një emër pa formën e trajtës së shquar. Këto ishin Homerët. Ky ishte dialekti i folur në veri të Greqisë, në Illyricum, dhe është gjuha e Ilionit, e Trojës. Kjo gjuhë flite edhe pranë detit Pontik. Quhet dialekti jonik. Pra është gjetur kjo gjuhë në detin Pontik, është gjetur në Marseille në jug të Francës, në shekullin e 6 para erës sonë nga unë, dhe është folur në të gjithë Ilirin dialekti epik. Kjo gjuhë artificiale sipas grekërve. Prekëndej, turbo-albanët kanë marrë konceptin greqishtja është gjuhë artificiale. Nuk është greqishtja gjuhë artificiale, është ilirishtja sipas grekërve gjuhë artificiale. Grekët se kuptojnë as fjalën kodrus, mashkullore, ho kodrus, ilirisht kodrus, themeluesi i Athinës. Themeluesi i Athinës ka në mburojën e tij figurën e përbindshit të Himaros. Ishte një përbindësh me trupin e luanit, kokën e dhis dhe bishtin e gjarprit. Ishin 3 përbindësha të vënë bashk njëri tjetrit. Ky përbindësh është gjetur tek hititët dhe ky përbindësh është gjetur tek etruskët në Itali. Përbindëshi i dimrit. Dhe kjo është në mbrojën e mbretit Kodrus. Përbindëshi i dimrit. Grekët dhe ilirët nuk dinin si ta shpjegonin ndrimin e stinëve. Pra, të dashur shqiptar, përfundimisht, Kodrion është varianti epik i greqishtes to Kodrion. Edhe në latinisht është quadrum, emër asjanës. Kjo fjalë ekziston në gjuhën e vllehëve, kodru, dhe në gjuhën shqipe, kodër, por vjen nga ilirishtja, sepse ilirët flisnin dialektin epik, gjuhën artificiale të turbo-albanëve, që ata mendonin që është greqishtja, jo është ilirishtja gjuhë artificiale, dialekti epik, që sipas grekërve nuk flitet nga grekët, nuk din grekët të flasin dialektin epik, e quajnë gjuhë barbare, ku mungojnë format e trajtës së shquar. Është një lloj sikur thuash djalë në vend të djalit dhe vajzë në vend të vajza, vajzës, por gjatë gjithë kohës. Pra forma e trajtës së shquar në gjuhën e Homerit realizohet kështu: ky djalë dhe kjo vajzë, por emri nuk merr formën e trajtës së shquar. Mungon, ka rënë në gjuhën e Homerit, dhe është gjuhë e folur nga Homeroi, që ishin pengjet, robërit të luftës, nga lufta e Trojës. Pra ilirët janë robër lufte, sklever, dhe flasin një gjuhë të çuditshme, barbare, ku të gjitha fjalët janë helene, por mungojnë vetëm format e trajtës së shquar. Fjala to kodrion në greqisht, nga latinishtja quadrum, gurore në maj të malit, është bërë kodrion në gjuhën ilire, kodru në gjuhën e vllehëve, të rumunëve, dhe kodër në gjuhën shqipe. Ilirët flisnin dialektin më të bukur helen, gjuhën e Homerit. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe kjo është dhurata që po ju bëj unë juve në ditëlindjen time. Sot nuk do rilindin shqiptarët, shqiptarët kanë lindur, janë bijtë e ilirëve, por sot do bët rindezja. Kur e rindez kompjuterin, kur ngarkohet shumë, freskohet kompjuteri. Edhe truri i shqiptarit është ngarkuar shumë këto 4000 vjetët e fundit, dhe truri i shqiptarit
nuk i mban dot të gjitha këto lloje informacioni, prandaj duhet rindezur truri ynë. Nga e para, do e fillojmë qytetërimin të dashur shqiptar. Janë 2 qytete Kodrion në Iliri, njëri pranë Shkodrës, tjetri pranë malit të Tomorit, sipas Titius Livius, shkrimtar romak që përshkroi luftën midis Perseut të Maqedonisë dhe gjeneralëve romak në vitin 170 para erës sonë. Ju faleminderit të dashur shqiptar dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.